Në fakt, Mirenën do ta kishim përshëndetur ku diun me çunat e Manchesterit. Ose të Liverpoolit. Ne grup muzikor britanik. Rikthehemi në studio përsëri bashkë, unë me shumë dashuri, me shumë kënaqësi se siç unë jam një herë rikthyer, edhe ajo është një herë rikthyer dhe kur mungonte dhe ajo dhe mua më ka normali shumë për Mirela Sulun që e kemi patur gjithmonë në cilësinë e psikologës për tematika të ndryshme që kemi diskutuar në program. Mirëmëngjes Mirela, faleminderit që je këtu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Sigurisht që profesioni nuk e hesh njëri, vazhdon të mbetet psikologe, po sot do trajtohet. Po, edhe në pjesa gazetare s'ka. Si autore e librit Mos e lër dashurinë të ik. E para një herë Libran Letter, Çuna Goca, Libran Letter, jo elektronikisht. Ta keni parasysh këto. A ka mundësi me ma nxjerrë një televizor këtë libër kur të keni kohë? S'ka problem. Mos e lër dashurinë të ik, kemi thënë, thamë me Mirelën që do në studio diskutojmë libra temë, jo libër, po është libër temë. Kjo është një temë që nuk e flet dot gjithë ditën, edhe do duhet ta shkruash që të mbesi apo jo. Mua më duket si pyetje gjimnazi, çfarë është dashuria që kemi pas shkruar te bloku kujtimeve. Po në fakt unë besoj që është aq shumë e nevojshme me ditë se çfarë është. Jo, më pëlqeu kur në fakt ne diskutuam që kjo është një tematik jo për të diskutuar si libër, por një tematik e gjerë, sepse nuk mund ta përkufizosh apo ta limitosh dashurinë në një aspekt të përcaktuar. Dhe më vjen mirë që e gjithë kjo përkon edhe me nëntorin që janë ditët e dhunës, 16 ditët e luftës kundër dhunës. Kundër dhunës në familje, po sigurisht që dhuna në familje ka në fokus gruan, dhe sigurisht që në këtë libër ka në fokus mungesën e dashurisë në jetën tonë, në familjet tona, por kryesisht në qendër të librit është në çdo kapitull një figurë gruaje, por gjatë gjithë kohës në një marrëdhënie me fëmijën, me burrin, me botën reale, me çdo kënd që rrethon, kështu që më vjen mirë që do flasim për këtë temë. Faleminderit që më ftuat. Me pak fjalë, dashuria nuk mësohet 40 vjeç. Ose 50, ose 30. Është një shprehje që asnjëherë s'është vonë për të mësuar, dhe e mira është që asnjëherë njeriu të mos rresh të mësuarit, mos rresh të punuarit për. Po është një shprehje tjetër mësohet që prej zvogli. Është edhe është tjetra që thonë doktor kam ardhur të ndihmosh se çfarë mund të bëj për fëmijën që ta edukojë të arrisë mirë. Sa vjeç është fëmia? 2 vjeç, jeni shumë vonë. Kështu që sigurisht që sa më herët ta fillojmë si thua leksionin tek fëmijët për të mësuar për emocionet, për ndjenjat, për mënyrën se si funksionon çdo gjë rreth e rrotullt të tij, për t'i garantuar atij që bota nuk është aq e pasigurta, aq e dhunshme, aq e egër sa ne që edukojmë fëmijët sot në këtë realitet, por t'i japim fëmijëve tanë një aspekt tjetër, një dimension tjetër të asaj çfarë në fakt u mungon, ajo çfarë në fakt u duhet atyre. Dhe pikërisht për të gjitha këto faktorë, të gjitha këto dimensione janë përpjekur t'i përcjell në libër, jo vetëm për të fokusuar tek dashuria si aspekt më vete, dashuria për partnerin, apo dashuria romantike, apo dashuria pasionante, por dashuria për çdo kënd që ne takojmë në jetë. Edhe për veten. Sigurisht gjithë libri ndahet në 3 kapituj, po fokusi, boshti i çdo gjëje niset tek dashuria për veten. Po mirë, është këshill, është analizë, është psikologji, filozofi, çfarë është? Tu ta kesh lexuar, tu ta kesh lexuar. Mund të themi gjithë duhet ta keni lexuar pastaj. Jo, e gjithë ideja erdhi bazuar ndoshta edhe mbi refleksionet dhe mbi komente dhe mbi opinione që unë kam marrë nga libri i parë Mos e lër mendjen të ik. Në atë libër ka pasur shumë dimensione të përfshira që lidhen me mendjen kryesisht, por një kapitull ishte i fokusuar për dashurinë për veten, dhe dashuria që ne investojmë për të rritur në shpirtërisht, mendërisht dhe në gjitha aspektet e jetës tonë. Mirë, do të ndërpres vetëm një sekond, të lutem vetëm një sekond për t'i dhënë kohë pak djemve të regjia. Çuna, në titra ju kam lënë një numër telefoni. Ja, është transmetuar. Po, ja ku jemi këtu. Doja të ndaleshin pak. Të gjitha vajzat gratë që ndjehen të dhunuara, do të gjitha format e dhunës në Londër, që jetojnë atje.
Jo pa qëllim ka veshur këtë bluzë që përfaqëson Shpresa Program, një nga organizata që unë punoj. Aktualisht jam e përfshirë në një projekt të dhunës kundër në një projekt që është kundër dhunës në familje dhe grave shqiptare emigrante në Angli, dhe ky projekt është bashkëpunim i Solis Women's Aid, quhet i ndihmës grave që jep kjo organizatë angleze në bashkëpunim me Shpresa Program, dhe jam shumë e kënaqur që më së fundi, sepse imagjinoni kur gratë vinë të pambrojtura dhe ka çdo ditë histori dhe realitete të kësaj natyre, vinë të pasigurta, vinë ndoshta me një ideal të madh, me një pritshmëri të madhe që në Angli do gjejnë parajsën, do gjejnë mrekullitë dhe çdo gjë është, por në fakt përballemi me një realitet tjetër që gati i izolon. Që Anglia mirë është për veten e vet, por në raport me një njerëz që është i papërgatitur, që vjen nga një kulturë tjetër, në fakt krijon shumë boshllëqe dhe pasiguri. Dhe pikërisht për shkak se ka pasur shumë histori të dhimbshme, të cilat kanë dëshmuar që gratë shqiptare janë dhunuar, janë trafikuar, janë abuzuar, kanë pësuar dhunë nga gjitha llojet, duke përfshirë ato emocionale, fizike, financiare, seksuale, duke qenë se rastet kanë qenë jo të pakta dhe dashuria nuk ka ekzistuar në këtë dimensione. Jam shumë e kënaqur që është hapur një linjë dedikuar, një projekt dedikuar vetëm për të ndihmuar gratë shqiptare, të cilat ndihen të pambështetura, të pambrojtura, të ndihen të vetmuara dhe pa ditur se ku të trokasin, ku të. Po kur ndjen sikur i shfikuri ajo dashuria, sikur i ka ikur pa kuptuar, sikur zgjon një ditë dhe kuptojnë që personi që e kanë dashur aq shumë është thjesht një person që i sillet në shtëpi dhe thjesht i gatuajnë atë pjatën. Në fakt kjo është kultura që ne kemi marrë që në fëmijëri, që mënyra se si na kanë rritur, se si na kanë formësuar, se si është krijuar i gjithë mentaliteti ynë, se si është krijuar e gjithë ideja. Gati se do shkosh te burri, duhet gatuash, duhet dish. Ti duhet të kalosh në disa hallka, në disa procese që nëse nuk i plotson të gjitha këto kritere, nuk je denj për të merituar burrin tënd. Por në fakt, duke u zhvendosur nga një kulturë ku të ka formësuar në këtë, të ka rrënjosur këtë lloj koncepti për veten, këtë lloj mungese dashurie për veten, ti papritmës fillon dhe ndërgjegjësohesh që pas ka dhe diçka ndryshe, sepse ti vjen në një kulturë që nuk ke pritshmëri, dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me edukimin, no? Unë kam parë dhe shumë gra të edukuara, intelektuale, të arsimuara dhe të shkolluara, të cilat nuk kanë pasur asnjë lloj kërkese apo pretendimi për të marrë dashurinë mbrapsht, për të qenë të dashuruara. Domethënë, gratë shqiptare japin pafund, janë të dashura, janë të sakrificës, janë të përkushtuara dhe nuk dua të mohoj vlerat e burrave në asnjë mënyrë. Por është një mentalitet, jo, është një mentalitet që ne e kemi pranuar me dëshirën tonë, me vullnetin tonë, dhe burrat janë mësuar tashmë këtë gjë dhe e presin, që e din shumë mirë rolin, që roli i gruas është që shumë mirë të bëj karrierën, të bëj profesionin pama, kur të vinë në shtëpi duhet i përgjigjet të gjitha, ndonjëherë në formë të dhunshme, që edhe gruaja pranon në mënyrë kanë filluar edhe burrat ndryshe, një herë edhe gatuajnë, një herë në muaj. U duket sakrificë e madhe, po. Është dhurat. Zemërt kanë bërë dhurat, kanë bërë vjesë. Qëse mungesa e dashurisë të rrëzon, Mirela. Mungesa e dashurisë të rrëzon. A është dashuria ajo që të ngre prap? Nëse mungesa e dashurisë të rrëzon, e vetmja gjë që të ngre është dashuria. Por në të gjitha llojet, nëse të rrëzon çdo lloj gjëje tjetër, e vetmja që të ngre është dashuria. Sepse me dashuri ti je i aftë të bësh çdo lloj gjëje. Ne kemi parë dhe raste pafund që unë nuk dua të jem altruiste dhe shumë njerëz i japin shumë rëndësi paras. Absolutisht jam duke u munduar që të mos e zhvlerësoj vlerën e paras, sepse ajo ka vlerën e vet. Por para dashurisë nuk ka asnjë vlerë tjetër në këtë botë. Para asaj është numër 1, sepse me dashuri ti je i aftë të bësh dhe para. Ta shijosh paran. Ne kemi parë shumë raste që njerëzit janë të pasur, por nuk janë të lumtur. Është vërtet. Nuk janë, dashuria të bën në mënyrë kategorike të lumtur, por nuk them, kur them dashuri, nuk është vetëm dashuria pasionante. Është dashuria që ti të ndjen, të jep ndjesinë e mbushjes. Ke kështu Ke dëshirë të zgjohesh. Ke dëshirë të zgjohesh, ta shijosh jetën, je shumë e lumtur me njerëzit që rrethohesh, u jep emocione të bukura, jep energji të bukur, e shijon botën me një ngjyrë tjetër. Një për shumë Kozeta duhet jetë e dashuruar se vjen për çdo ditë me i buzëqeshën fytyrë dhe me një energji pozitive.
Patjetër. Absolutisht. S'kam nevojë të pyes fare, as shkoj në Facebook a ka in a relationship. Jo, e kam të kjo, nuk është se jam, unë nuk di ta tregoj nuk di ta tregoj me shumë vepra dashurinë në mënyrë të dukshme. Unë s'di për shembull të puth, të përqafoj pafund, qoftë dhe prindit apo ku diun. Secili ka sinjale. Po e di unë ama se sa e aftë jam të bëj gjëra të mira për ta. Po thjesht nuk e shpreh dot kështu në mënyrë të dukshme, sepse nuk e shpreh dot. Edi si e konsideroj kur aplikojmë për një punë, ne dërgojmë CV, lexojmë përshkrimin e punës dhe përpiqemi që pavarësisht se kemi një arsenal të madh aftësish, ne përpiqemi që aftësitë tona t'ia përshtasim punës ku kanalizojmë. Sepse janë të specifikuara, çdo gjë është e specifikuar dhe nuk mund të thuash që unë kjo jam tani puna duhet të pranoj siç jam. Normalisht. Ti do t'i përshtatesh. E njëjta gjë do ta krahasoj edhe me partnerin, sepse partnerët janë të ndryshëm, vinë me backgrounde të ndryshme, me histori të ndryshme, me një kulturë tjetër, me një familje tjetër dhe detyra jonë është që jo vetëm të themi që unë jam kjo që jam, do të më pranosh siç jam, po ti do të përshtatesh. Do t'i përshtatesh, mund të lexosh cili është përshkrimi yt që të vjen, të paraqitet për të përshtatur këtij bashkëpunimi, sepse marrëdhënia në një martesë apo në një bashkëtesë apo çfarë do lloj lidhje tjetër është si një kontratë biznesi. Po njerëzit që ti duhet të përfshihesh, edhe është një biznes i mirë, është një biznes në kuptimin më të mirë të fjalës, do të përfshihesh emocionalisht, shpirtërisht, fizikisht, në gjitha aspektet që krijon, në gjitha faktorët që krijon kjo marrëdhënie, dhe ti duhet përgatitesh të përkushtohesh, sepse nuk mjafton, ne vërtet lindim plot me dashuri kur lindim. Dhe themi, dashuria është diçka që ndihet, nuk ka nevojë të shpjegohet, por ne duhet mësojmë ta shprehim dashurinë në atë mënyrë që e bën funksionale lidhjen. Dhe nëse ti nuk je i aftë për t'ia shprehur partnerit apo partneres tënde në një mënyrë që ajo e kupton, ai nuk mund ta marrë me mend. Ka shumë njerëz që janë divorcuar, ndoshta të dashuruar njëri me tjetrin, vetëm se nuk kanë qenë të aftë për t'ia shprehur njëri tjetrin, për ta komunikuar, sepse dashuria kërkon komunikim. Asnjëri nuk mund të imagjinojë. Po pranohet pa kushte. A pranohet pa kushte? Rëndësishme është që është. Të lutem, vërtet pranohet pa kushte, po duhet ulur dhe folur, sepse nëse ti nuk e shpregon, nuk i lën të kuptoj partnerit që unë të dua pa kushte, ai nuk mund ta imagjinojë, nuk mund ta marrë me mend që ti nuk e shpreh, po unë supozoj që ti e ke. Por këto gjëra duhen qartësuar dhe duhen thënë çdo ditë, duhen investuar çdo ditë, sepse është diçka që do rifreskuar çdo ditë, nuk është diçka që ndodh një ditë dhe është aty. Meja, do flasim shkurt me një telefon? Patjetër. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, po do të dëgjojmë në një transmetim direkt, ju lutem shkurt. Po. Mera desha të uroj Mirelën, jam një mamaja e shokut Mirelë, i kam 8 vjeç. Ju po flisni me celular, unë me zëri dëgjoj. E njihni Mirelën nga afër, jeni mamaja e shokut Mirelës, i ka 8 vjeçare. Që keni qenë 8 vjeçare Mirela, nuk e pranon Mirela këtë pjesën? Ndoshta mamaja e Gencit. Okej. Po më duken 8 vjeçare vetëm një Genc kam pasur, po kam përshtypjen që e mbaj. Është ai. Më ndan Po, në Puk. Kemi qenë me shoqen e mamam. Ju lutem bjeni shkurt zoj sepse nuk kemi kohë për të bërë historira, do ju kërkoj shumë ndjes. Po, i kam ndërroj shumë për librin që ka bërë, shumë, edhe e uroj shumë edhe për suksesin që ka në punë, në shkollë. Faleminderit shumë zoj mami Genc, ju pafshim. Sepse nuk dua që të humbas kohën tonë, Mirela, midis nesh. A mund të jap dashuri një person që nuk merr? Njeriu, më fal Mirela, për ta bërë paralele pak edhe me njerëzit që na dëgjojnë. Pra nëse ne themi që fëmijët e rritur në një familje të dhunshme janë më të rrezikuar për të bërë të dhunshëm nesër, lidhur me këtë paralelizëm, i bie që ai që se merr ka dhe shumë të vështirë ta japi, ose s'di, ose s'mundet. Studimet e kanë treguar këtë gjë. Për hir të vërtetës dua ta pranojmë, por nuk është si thua në mënyrë përcaktuese. Eksakt. Por idealja fare në këtë botë, përderisa ne e kemi këtë mundësi dhe ekspozohemi me zhvillime pafund të teknologjisë, të opsioneve të ndryshme që ne i japim vetes për të rritur në këtë realitet që po ecën me vrulle të shpejta, idealja do ishte që një fëmijë, të paktën 2 prindër ta kuptojnë që një fëmijë e ka të nevojshme të rritet në një ambient ku jo vetëm fëmia vetë merr dashuri, por e shef modelin e dashurisë të shprehur tek prindrit e tij.
Sepse fëmia ka nevojë për një model që ta shohë çfarë është dashuria, duhet ta mësoj çfarë është dashuria duke e parë, jo vetëm duke e marrë përmes shkëmbimit prind-fëmijë, por duke parë një model se si e do mamaja baban dhe anasjellta, si e trajton babai maman time, është mënyra se si fëmia mendon unë do ta trajtoj partnerin tim kur të rritem. Dhe për më tepër fëmia e kupton që duke parë nënën dhe babën që shkëmbejnë një dashuri pa kushte apo të një niveli që fëmia arrin ta marrë energji, ai e kupton që kjo është dashuria vërtet. Duke parë këtë shkëmbim dashurie, fëmia merr modelin më të mirë dhe mendon që ka ardhur në këtë botë me dashuri, sepse një fëmijë ka të drejtën të vijë nga dashuria, jo vetëm nga nevoja për të lindur një fëmijë. Ishte egoizëm i madh shumë apo jo? Sigurisht që unë dua ta përjashtoj dëshirën e shumë njerëzve të cilët e kanë për të nevojën apo për të pasur një fëmijë për të partnerin që kanë atë pasionin dhe dashurinë. Fëmia ka nevojë për ta parë këtë shkëmbim dashurie mes mamës dhe babës në mënyrë që ai të rritet dhe të ndihet i sigurt në botën ku është, dhe ta ndjejë dashurinë që merr në këtë mënyrë. Dhe kjo është një botë ideale, por sigurisht që është shumë e dhimbshme pastaj që fëmia jo vetëm nuk arrin ta marrë dashurinë që i takojnë si fëmijë, por e ka të pamundur ta perceptojë se çfarë është dashuria kur ai shef mënyrën se si dhunohet nëna në familje për shembull, ose mënyrën se si gjenerohen konflikte në familje, sepse ti mund t'i thuash fëmijës gjithë ditën që unë të kam xhan, të dua shumë, por ai mendon dhe ndihet në faj nëse nga njëra anë e merr këtë deklaratë dashurie nga prindi, po nga ana tjetër sheh që prindrit janë gjithë ditën në konflikt. Ai mendon që është faji i tij. Fëmia gjatë gjithë kohës mendon që prindrit zihen sepse diçka ka bërë gabim. Prindrit zihen sepse ata nuk e duan. Ata nuk e duan aty prezencën e tij. Ngjajnë gratë shqiptare? Ngjajnë? Për këtë problematika nga kudo ku jetojnë, ndoshta dikush më shumë, ndoshta dikush më pak. Kam përshtypjen jo vetëm që ngjajnë, por është një fenomen, sepse ne e kemi të rrënjosur, e kemi na duhen ndoshta gjenerata të tëra, pavarësisht se ne shohim vajza shumë moderne, shumë trendy, të veshura bukur, të mirëmbajtura, që kujdesen për jashtësinë e tyre. Por në fakt dashuria për veten fillon nga brenda. A është vetëm shqiptare apo kosovare, maqedonse, bosnjë-hercegovinëse? Nuk dua të paragjykoj, sigurisht që absolutisht un kam, domethënë, opinionin tim më të lartë për gratë shqiptare. Nuk është se po i shohim këtu, ne po japim një realitet, nuk është çështje sharje, por është vërtet pavarësisht që është një fenomen i cili sa vjen edhe bëhet më i dukshëm për shkak se gjërat po zhvillohen, ne po ndërgjegjësohemi, dhe kjo nuk do të thotë që ne po krijojmë një hapësirë të madhe mes grave dhe burrave. Thjesht dua të përcjell idenë që edhe për burrat është më mirë kur kanë në krah një partnere, kur ka një krah, një shoqe, kur e pranojnë, sepse ka shumë burra që në një farë mënyre janë të edukuar dhe shkolluar, po e kanë të vështirë ta pranojnë që janë në një nivel të barabartë me partnerën e tyre. Por sigurisht që ngjajnë dhe është një fenomen, por kjo nuk do të thotë që ndodh vetëm te gratë shqiptare. Unë jam në një kulturë shumë moderne, në një botë shumë perëndimore, dhe në organizatën që punoj marrim raste nga të gjitha komunitetet, nga të gjitha kulturat, qoftë britanike, qoftë nga gjitha vendet e tjera të Europës, të cilat dëshmojnë që fenomeni i dhunës nuk është thjesht një fenomen shqiptar, ndodh në të gjitha kulturat, ka ndodhur në të gjitha kohrat dhe ka gjasa të vazhdojë të ndodhë, sepse është diçka që fillon nga vetja. Fillon nga brenda, që ti duhet patjetër ta forcosh veten tënde, të japësh potencialet e duhura dhe të besosh që dashurinë që ti ke nevojë nuk mund ta marrësh nga jashtë. Do ta nisësh në forcimin brenda vetes. Shkurtimisht, unë kam shumë shoqe, shumë mike që në diskutime të përditshme shprehen që jam në pritje dhe në kërkim të dashurisë dhe për vite me radhë dhe duke mos gjetur një partner të përshtatshëm dhe i herë edhe mërziten, sikur ikën nga shpresa, dorëzohen. Si vjen kjo? Po, është vërtet, unë kam parë raste pafund që e kërkojnë me dëshpërim. Dhe janë vajza të reja që kanë investuar në jetën e tyre, janë zhvilluar, janë emancipuar, dhe ai dëshpërimi i tyre i fut në një ankth që dashur pa dashur ti e tërheq. Është, si më thon, një profeci që ti ja ndjell vetes. Është diçka që ti duke kërkuar me dëshpërim, ti gati ja izolon vete, bëhesh aq e ngushtuar, aq e limituar, dhe ai izolon vetes mundësinë për të parë për te.
dhe kanë përshtypjen që ata krijojnë në skrenarin e tyre diçka që nuk e meritojnë. U duket sikur nuk meritojnë. Jo, ka një mënyrë tjetër për ta filluar, për ta kërkuar dashurinë. Jo nga jashtë, thash. Në momentin që ti heq dorë për ta kërkuar nga jashtë, por krijon atë dashurinë që nis nga brenda, ajo vjen natyrshëm. Dashuria nuk kërkohet me ankth, nuk kërkohet me dëshpërim. Dashuria lind vrullshëm sepse njeriu është i tërë i dashuri, është qenia njerëzore, është e tëra dashuri, por duke parë këtë botë që ne vetë kemi krijuar me egërsi, me konflikt, me konkurrencë, që mendojmë që duke i bërë keq tjetrit, po i bëjmë mirë vetes, ne në fakt nuk bëjmë asgjë tjetër vetëm se e rrënosim edhe përshpejtojmë rrënosin tonë emocionale të dashurisë tonë për veten dhe për të tjerët. Duke dhënë dashurinë, ne jo vetëm që nuk na shterohet dashuria, por rritet. Dashuria është i vetmi produkt që duke e dhënë shumë fishohet. Mos e lër dashurinë të ikë, Merila është këtu edhe në kuadër të panajirit të 13 librit. Nëse dikush ka kënaqësi ti shoh nga afër, ty takon nga afër, ta marrë një libër. Sot në orë 1 është promovimi i librit, patjetër ta kem shumë kënaqësi nëse do shija njerëz që njoh dhe që nuk njoh, që janë të interesuar. Unë la falenderoj zonjën Vasilika Tafa, botuese në Ombra GVG, që më ka njohur me këtë libër më përpara se Merila të vinte këtu, po sigurisht që firma i takon Mirelës. Unë falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Dhe shpresoj që nga librat e mirë të lindin vepra të mira në kuptimin e krijimit të modeleve, që njerëzit të fillojnë të bëjnë ndryshimet e tyre të vetja. Prandaj nuk është thjesht një libër. Unë kam filluar ta kuptoj këtë, kam filluar ta kuptoj që librat mos i shoh mos i libra, po të shoh se çfarë mund të bëj unë te vetja ime duke lexuar librat. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju, faleminderit. E kemi mbyllur me Mirelën dhe kemi mbyllur edhe ditën për sot. Kur gjithë njerëzit të fillojnë, ne e mbyllim. Bravo. Mirupafshim. Mirupafshim, mirë dëgjofshim nesër në mëngjes në orën 6.